Në mbrëmjen e së hënës ka nisur firma VIP 2, teksa ky edicion ndryshe nga i kaluari do të jetë në moderimin e moderatores Luana Vjollca. Gjatë spektaklit të së hënës janë prezantuar njëri pas tjetrit 16 fermierët e parë të këtij edicioni, të cilët për 90 ditë me radhë do të garojnë me njëri tjetrin në firma VIP 2 për çmimin e madh 100.000 euro, pa harruar dhe surprizat që mund të vinë gjatë rrugës. Ndërkohë që ky edicion do të ketë dy opinionistë të rinj, Castro Zizo dhe Zhakun, të cilët do të zvendësojnë Enkel Demi dhe Sonila Meçon. Pa ashtu dhe Albano Bogdo nga një fermier në edicionin e kaluar, këtë edicion të firma VIP 2 do të jetë në rolin e kryeplakut, duke zëvendësuar Best Kallakun. Agai, i cili vijon të jetë surprizë, do të qëndrojë sërish në prapaskenë për të parë lojën, për të dhënë urdhra dhe për të qenë gjithmonë aty i gatshëm për të ndëshkuar. Risia në këtë edicion është se televotimi është hapur që në natën e parë, ku ju mund të zgjidhni fermierin e preferuar, ja cila është lista me 16 fermierët e parë. Eran Soili, aktor, Ron Zaiti, muzikant, Albi Lushi, poet, Alba Pollozhani, ish konkurrente për Puthen, Big Basta, muzikant, Silvana Bushati, sipërmarrëse, Elina Rasheu, këngëtare, Big Mama, këngëtare, Anduel Kovaçi, këngëtar, Ylli Dreshaj, model, Kesti Meshau, Miss Shqipëria, Andrea, tiktoker, Lim Hoti, reper, Nur Al-Kazali, influencere, Ester Alushi, aktore dhe Frederik Ndoci, këngëtar.